miti më i madh që është për psikologjinë kriminale, se kriminalet linden, nuk bëhen, mirë po kjo nuk është e vërtetë. Po Kriminalet pikërisht to doja të pyesja. po, kriminalet, më fal që nuk t'lash në S'ka që. Edhe më mirë që nuk m'le. Por në realitet shumicja e sjelljeve devijante fillojnë të krijohen si rezultat i faktorëve social, rezultat i faktorëve psikologjik dhe aty në mjedisor. Dhe nuk janë gjenetike, por këto janë rezultat i gjithë përmbledhjes së këtyre rrethonave të cilat i ka një person në moshën më të re. Pra ka shumë të bëjë rrethje, familja edhe vendi ku vepron, qoftë i riu, po Zot na ruaj edhe ndonjë fëmijë, domethënë, mund të ketë sjellje agresive ose që mund ta çojë pa qëllim, pa dashje në një vepër që nuk është i vetëdijshëm për çfarë ka bërë. Ashtu është, për atë edhe po them monitorimi nga ana e prindit ose atyre që kujdesen për fëmijën nëse është në institucionet parashkollore. Parashkollore, Po po. për ata që janë Po edhe nëpër shkolla, edhe nëpër shkolla. të jenë shumë të kujdesshëm mësimdhënësit, të kenë monitorim për këta persona dhe këta të rehabilitohen në mënyrë që mos të kenë rrezikshmëri për bashkëmoshatorët e vet.